Për zhvillimet në institucionin ligjvënës, por edhe në skenën politike, në intervistën e ditës, flasim me kreun e kuvendit dhe përfaqësuesi i Vlenit, zotin Afrim Gashi. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët në Alçat. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Gashi, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dje në Shkup vullosi qëndrimin se pa ndryshimet kushtetuese vendi nuk mund t'i qelë negociatat me Bashkimin Evropian. Çfarë do të thotë ky mesazh i zotit Costa për ju si kryetari i kuvendit? Natyrisht, kjo është një diskutim që po zhvillohet 2 vitet e fundit pas ju formua qeveria e re. Ju e dini qëndrimin e Vlenit dhe të shqiptarëve në përgjithësi edhe të deputetëve të shumicës maqedonase. Qëndrimi shtetëror apo pozicionet kryesore të qeverisë dhe të shumicës parlamentare janë që na duhet parashikueshmëri në proces. Prandaj mendoj që duhet gjithmonë të gjendet hapësirë dhe alternativa që të gjejmë mënyrën se si të arrijmë deri te gatishmëria për të votuar ndryshimet kushtetuese ekziston dhe ajo është e padiskutueshme, është thënë nga gjithë faktorët politik, por ajo që kërkohet si garancë, si parashikueshmëri edhe qëndrueshmëri në proces, mendoj se është diçka që mund të gjendet si mënyrë dhe hapësirë bashkë me Sofian dhe Brukselin, që të gjendet një rrugdalje për procesin e ndryshimeve kushtetuese dhe hapjen reale të negociatave apo fazën e hapjeve të kapitujve që është faza objektive, reale e negociatave. Ashtu, por as Brukseli nuk mund të na jap garanci dhe as Sofia. Sofia madje thotë se problemi më nuk është bilateral, por është problem mes Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian. Në këto kushte dhe sa mund prisni ju? Mund prisni me dekada si kryeministri Mickoski për t'i bërë ndryshimet kushtetuese dhe për të bërë hapa përpara në procesin integrues? Shifeni, duhet gjithmonë të gjendet mënyra se si të gjendet zgjidhja. Edhe faktori politik shqiptar në përgjithësi. Zoti Costa po ju ndërpres, zoti Costa ishte shumë i prerë, tha se mënyrë tjetër nuk ka. Ajo për cilën është rënë dakord, është rënë dakord. Dhe plan B nuk ka, është vetëm plani A. Po, në politik gjithmonë ka alternativa edhe rrugë për të gjetur zgjidhje. Nuk është çështja e pritjes se dikujt atë dëshiron apo nuk dëshiron. Ndryshimet kushtetuese do të ndodhin kur t'i kemi 80 deputet. Dhe kjo gjithë e dini, opinioni e di se pa i pasur 80 vota nuk ndryshohet kushtetuta. Qoftë brenda, qoftë jashtë shtetit, ne gjithë duhet bashkarisht të angazhohemi për një proces i cili do të sjellë deri te ndryshimet kushtetuese. Prandaj edhe Mickoski thotë se pa vëmëron, dhe kjo është e qartë, nuk bëhen ndryshimet kushtetuese, por nga ana tjetër ju si Vlen jeni pjesë e pushtetit që nuk po e afron, por e largon vendin nga Bashkimi Evropian dhe me deklarata të tilla se nuk do të lëviz asnjë milimetër nga qëndrimi, se nuk do i bëjë ndryshimet kushtetuese, se mund të pres dhe me dekada të tëra, çfarë porosie ju i dërgoni edhe votuesve tuaj, sepse në pushtet keni ardhur edhe me premtimin për t'i bërë ndryshimet kushtetuese, keni një vit të kuqe deri kur mund të toleroni një qasje të tillë dhe të prisni? Fatkeqësisht këto procese të rënda kërkojnë shumë mund, angazhim, edhe nuk mendoj se duhet të bëhet betej brenda etnike apo brenda shtetit për atë se çfarë duhet. Ne nuk e kemi problem edhe të dalim prej qeverie. Dhe nëse aludonin në këtë, po a ka garancë se do të bëhen kështu ndryshimet kushtetuese? Nuk është puna vetëm të vendosim kushtëzime. Po mendoj se duhet gjetur zgjidhje. Por ama edhe një plan, një strategji duhet ta keni, se si të jetë. Spaku unë personalisht edhe nomenklaturës politike që i takoj, jemi të prirë për të gjetur zgjidhje dhe për këtë punë punojmë, angazhohemi çdo ditë. Brukseli tha plan B nuk ka, por ju a keni plan B, se si të ecë procesi përpara? Ja, thoni që nuk do të dilni nga qeveria, por si të zhbllokohet ky proces? Jo, nuk thash se nuk do të dalim, thash se nëse duhet edhe dalim, nëse është zgjidhja ajo. Nëse dikush ka një zgjidhje, se nëse del Vleni, bëjnë ndryshimet kushtetuese, unë jam i bindur që Vleni është i gatshëm nesër të
të del prej qeverie dhe veç le të bëhen ndryshimet kushtetuese. Ligji për përfaqësim adekuat dhe të drejtë mbërriti në parlament, hyri në procedurë parlamentare. Kur pritet të mbiratohet ligji dhe a keni siguruar badenter? Ligji ka ardhur para ca kohe, është dërguar deri te gjithë deputetët. Kemi caktuar seancën për 10 qershor, pika e 8 e rendit ditës është pikërisht ligji për përfaqësim drejt dhe adekuat. Paraprakisht do të ketë mbledhje të komisionit, nesër do të ketë mbledhje të komisionit për sistem politik. Gjithashtu jam informuar se është thirrur edhe komiteti për marrëdhënie midis bashkësive që do ta diskutojë pikërisht çështjen e badenterit dhe besoj që nëse ka vullnet pozitiv në një afat sa më të shkurt të votohet, jo për shkak të shpejtësisë, unë mendoj që ligji edhe është propozuar në procedurë të rregullt. Mes leximit parë dhe leximit dytë besoj që do të kemi hapësirë edhe për debat publik. Unë mendoj që kjo është një ligj shumë i rëndësishëm dhe kemi nevojë që ta trajtojmë nga më shumë dimensione, ta kyçim edhe pjesën publike të ekspertëve, profesorëve, edhe të opozitës, pse jo, për zgjidhjet më kreative të mundshme dhe të vijmë deri te një ligj i cili në këtë moment do të ishte zgjidhja më e mirë e mundshme. Përmendet se do të mblidhet komiteti për marrëdhëniet mes bashkësive dhe do të diskutojë për çështjen e badenterit, për çfarë saktësisht, nëse do të votohet me badenter ligji ose jo. Po në ligjin për komitetin e marrëdhënieve midis bashkësive, kur është votuar dhe janë parapa ligjet që duhet votohen me badenter, për fat të keq ky ligj nuk është parapa dhe nuk është cekur si ligj i cili duhet sillet me badenter. Qëndrimi jon si vlen është se megjithatë ky është ligj bazik i marrëveshjes së Ohrit dhe mendojmë se i prek bashkësitë etnike dhe mendojmë që duhet votohet me badenter, po megjithatë ekziston mundësia që mos të votohet me badenter? Komiteti duhet ta vendosë atë nesër dhe të shohim argumentet cilat janë. Qëndrimi jonë është që duhet të votohet me badenter, të shohim çfarë do të vendoset nesër. Nëse votohet me badenter, që duhet votohet, siç thoni, opozita shqiptare ka thënë se nuk e mbështet, Sela doli me një version të tij të ligjit, BDI-ja gjithashtu tha se mund të dalë me një propozim të vetin. Keni bërë përpjekje që të uleni të gjithë bashkë dhe të harmonizoni një version të vetëm që do të ishte i pranueshëm për të gjithë, në mënyrë që mos bllokohet ja ligji as për shkak të mungesës së badenterit. Po shfrytëzoj rastin të sjell një shembull konkret nga personal, si jam sjellur kur kam qenë në opozitë dhe kur ka pas ligje me interes më të gjerë dhe për interesin e përgjithshëm. Do ta përmend rastin e ligjit për gjuhët, i cili është sjellë vitin 2018, unë si deputet i opozitës i kam dhënë vërejtjet e mia, kam thënë se ky ligj nuk e mbyll çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe, siç po vërtetohet edhe kohëve të fundit. Megjithatë e kam votu edhe pa zhurmë, do të thonë për shkak se ka qenë avancim i përdorimit të gjuhës. Për dallim nga viti 2008 dhe 2011, ligji për gjuhët ka një avancim të dukshëm në vitin 2018. Për këtë arsye e kam votu. Megjithatë ndihemi në qëndrimin se nuk është zyrtar. Dhe nëse e marrim këtë paralele tash me analogji, e marrim ligjin për përfaqësimin drejt dhe adekuat, i cili për 25 vite nuk ka pas ligj as pak, dhe 2 vite gati po punohet në këtë ligj, duke përfshirë ekspertë ndryshëm, vendorë ndërkombëtar, duke konsultuar edhe Komisionin e Venecias, dhe në fund na vije një ligj i tillë, mendoj, domethënë, sugjerimi im është që ne këtë ligj bashkërisht duhet ta votojmë. Si mbyllje një zbrastire të madhe që ka ekzistuar. Besoni se garanton ky ligj përfaqësimin adekuat dhe të drejtë të shqiptarëve dhe bashkësive të tjera etnike? Shifeni, sepse përparësi jepet meritokracisë. Në politikë, garanca shumë fjalë e fuqishme. Ligji, vetë fakti që po sjellim ligj, është, si më thonë, nëse përdorim termin e garancisë, është forma më e fuqishme
e sjelljes së garancisë. Domethënë, nuk mund në një sistem juridik demokratik nuk mund të ketë garanci më të fuqishme se sa rregullimi i një çështje me ligj. Domethënë, nëse edhe këtë juristët, po edhe qytetarët me edukim minimal, bazik të çështjeve publike e dinë se rregullimi me ligj i një çështje në një shtet demokratik edhe juridik është forma më e lartë e organizimit dhe forma më e lartë e garancisë. Në rregull, por kritika kishte për pjesën e mungesës së sanksioneve dhe mënyrës se si do të zbatohet ligji për shkak se nuk dihet se si do të duket metodologjia. Ka ndonjë version veçmë si do të jetë metodologjia që do të garantojë zbatimin e ligjit? Në ligjin që e kam parë unë edhe opinionin që ka pasur mundësi ta sheh, thuhet se do të përpilohet metodologji, parashihet trup koordinues në qeveri, i cili është një lloj garance, edhe një garance fuqishme, domethënë nga një anë kemi ligjin, nga ana tjetër kemi trupin koordinues që do ta udhëheqë zëvendës kryeministri i parë shqiptar. Janë institucione. Kjo nuk theksohet megjithatë në ligj. Secili vetëm një zëvendës kryeministër thuhet. Nën kuptohet, megjithatë për shkak se pozita zëvendës kryeministër i parë nuk është kategori kushtetuese. Dhe duke dashur që të jemi korrekt me kushtetutën, që të mos na bi në gjykatën kushtetuese nesër të themi pse e keni vendotur këtë kategori kur nuk ekziston. Domethënë kjo është për arsye të vëmendjes dhe kujdesit që kemi pasur që të jetë në përputhje me kushtetutën. Garanci tjetër është përpilimi i strategjisë për përpilim dhe për implementim të ligjit. Mendoj se është menduar një sistem i tërë që ky koncept dhe parim kushtetues i përfasimit drejt dhe adekuat të mund të implementohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Pas kompletimit të përbërjes së gjykatës kushtetuese, në rendite pritet të vijë ligji për përdorimin e gjuhëve. Jeni shqetësuar se mund të shfuqizohet ndonjë nen i këtij ligji? Nuk jam i shqetësuar as pak. Mendoj që ligji për gjuhët, siç u thash, nuk mendoj edhe atëherë kur e kam votuar, edhe sot nuk mendoj se e absolvon në tërësi përdorimin e gjuhës. Pra mbani ende qëndrimin se nuk e përcakton gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare? Shqipja dhe maqedonishtja nuk janë në nivel barabartë dhe zyrtare të plota. Ligji për përdorimin e gjuhëve, jemi duke folur për ligjin për përdorimin e gjuhëve, dhe ai ligj e ka avancuar përdorimin e gjuhës shqipe, siç e thash, në masë të dukshme, por nuk e absolvon në tërësi. Dhe kjo është, domethënë, fakt. Mendoj që edhe kur është sjell, është në përputhje me kushtetutën dhe mendoj se nuk duhet politizohet fare dhe mos preket ligji atill kur të kemi gatishmëri në të ardhmen për ta përmirësuar, mendoj se duhet të krijojmë kushte politike në vend që ta kuptojnë gjithë se përdorimi i gjuhës shqipe nuk e dëmton interesin shtetëror as një komunitet tjetër. Sepse vetë gjykatës i kushtetues, zoti Osman Kadriu, alarmoi për mundësinë e shfuqizimit të nenit 23 të ligjit, i cili parashikon se si duhet harmonizohen të gjitha ligjet e tjera me ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe pjesën ku thuhet se ky harmonizim duhet të ndodhë brenda një viti, nëse jo, atëherë do të vlej dispozitat e ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe pak të nen atëherë problematizohet shumë më tepër zbatimi i ligjit. Ju e dini se ne jemi pushtete të ndara, gjykata kushtetuese nuk është në sferën e legislativit dhe apo ekzekutivit dhe unë hezitoj dhe nuk dua asnjëherë të përzihem në punën e institucioneve tjera. Mendoj se gjykata kushtetuese nëse punon në bazë të kushtetutës dhe vlerëson, mendoj se nuk duhet të ndjehemi të rrezikuar. Domethënë u bën 2 vite që po flitet për këtë temë dhe nuk ka ndodhur asgjë, ligji nuk është prek. Apo punoni për një ligj më të mirë, që do ta avanconte akoma më shumë dhe do ta zyrtarizonte gjuhën shqipe, siç pretendoni? Mendoj se është çështje që duhet hapet. E keni hapur ndonjëherë me Mickovskin, me partnerët e koalicionit? Unë tash nuk jam në pozitë që të diskutoj me kryeministrin për çështje të këtilla. Vleni e dini është një parti, ka
2 kryetar, bashkëkryetar dhe mendoj se këto tema duhet të zhvillohen në këtë nivel politik. Unë shfrytëzoj rastin gjithmonë të flas me deputetët, me gazetarët, me gjithë njerëzit që bëjnë pjesë në ndërtimin e opinionit publik, për të folur se përdorimi i gjuhës shqipe në mënyrë zyrtare të plot nuk e rrezikon as pak interesin shtetëror, por do të ishte përmirësim vleror në vendin tonë dhe duhet gjithë bashkarisht të kontribojmë që të krijohet klimë pozitive, për shkak se ju e dini që politika varet shumë nga klima që ndërtohet në media dhe në opinion. Nuk ka plan për një ligj të ri. Ka plan, thashë se gjithmonë diskutohet dhe punojmë për këtë. Unë Spaku angazhohem gjithmonë që të sensibilizoj situatën, por kur do të krijojmë kushtet këtilla, mendoj se ju takon liderëve që ta diskutojnë kur krijohet klimë pozitive për ta hapur këtë çështje. Propozim zgjidhja për provimin e jurisprudencës është pjesa teorike e provimit të jepet në gjuhën shqipe, ndërsa pjesa praktike të jepet në gjuhën maqedonase. Është kjo një zgjidhje e duhur apo gjysmake, përse mos jepet komplet provimin në gjuhën shqipe, sepse këtë nuk e pamundëson ligji për përdorimin e gjuhave? Unë nuk mund t'ju flas me kompetencë për këtë çështje, për shkak se ligji nuk ka ardhur në kuvend. Të shohim cila është zgjidhja. Besoj se edhe ju presupozoni se nuk e keni parë zgjidhjen. Ai është folur në media, por besoni që unë... Këtë e tha zëvendës kryeministri i parë, zoti Bekim Sali, i dha detajet se kjo është zgjidhja që e propozon grupi ekspertëve. Megjithatë mendoj se më e drejtë është që kur të vijë në kuvend, mendoj se atëherë mund të flasim konkretisht për zgjidhjet. Çfarë do zgjidhje që e avanson çështjet? Edhe unë jam gjithmonë, siç ju thash edhe për ligjin për përdorimin e gjuhëve, edhe për ligjin për përfaqësim drejt, edhe në këtë aspekt gjithmonë jam për çështjet më të avancuara të mundshme që janë për momentin. Dhe nëse në këtë moment zgjidhja më e mirë që është parë është se pjesa teorike që mësohet gjatë studimeve të jepet në atë gjuhë, mendoj se është absolutisht e drejtë dhe korrekte, siç i kemi përkrahur edhe studentët, dhe mendojmë se është një kërkesë objektive. Sa kam informacion unë, pjesa praktike zhvillohet pasi të jepet pjesa teorike dhe zhvillohet në procesin gjyqësor, dhe aty krejt pjesa praktike zhvillohet në gjuhën maqedonase dhe base mund të jetë pengesë pastaj për njerëzit që japin provimin. Megjithatë nuk e di zgjidhjen, besoj që zgjidhja që do të propozohet është e menduar, për shkak se po punohet disa muaj në këtë zgjidhje, zgjidhja më e mirë e mundshme, dhe natyrisht kur vinë kuvend ne do të kemi gjithashtu mundësinë edhe për debat publik, edhe për amandamente, edhe për përmirësim eventual. Zoti Gashi, kush do ta zëvendësojë Arben Fetajin në postin e zëvendës kryeministrit për qeverisje të mirë? Nuk jam pjesë e këtyre bisedave, besoni që jam... Megjithatë, jeni pjesë e Vlenit. Po, jam pjesë e Vlenit. Besoj, po diskutohet, sepse këtë muaj duhet të ndodhe rikonstruimi i qeverisë. Duke qenë kryetari i kuvendit, nuk jam pjesë e organeve kolektive ku diskutohet dhe ku merren vendimet. Unë kam besim të plot në strukturën udhëheqëse të Vlenit. Jam shumë i lumtur dhe krenar me një arritje të këtillë ku 5 subjekte arrin të bëhen një, dhe mendoj që nuk na ka ndodhur asnjëherë dhe jam i bindur që është një vlerë. Në fund të minutave do doja t'ju pyes, thash këtë muaj duhet të bëhet rikonstruimi i qeverisë, ashtu siç ka paralajmëruar zoti Mickoski. Zoti Limani ato të mbetet ministër? Nuk e di. Nuk e dini. Po, ja, edhe si kryetar parlamenti, por edhe deputet, me që ministrat e kanë për detyrë të japin llogari para deputetëve. Cili ministër mendoni se nuk e ka bërë detyrën si duhet dhe duhet përfshihet me këtë rikonstruksion qeverisë? Për shembull, çfarë mendoni për zotin Fillkov? A duhet të mbetet ministër ose të largohet? Nuk është çështje, domethënë, e imja personale që të bëj vlerësimin. Megjithatë, si deputet mund të vlerësoni? Si deputet është çështje tjetër, por si kryetari i kuvendit
nuk mund të hynin në këto vlerësime për shkak se megjithatë e drejta për të propozuar ekipin qeverisë si takon kryeministrit me kushtetut dhe ajo bëhet në bashkëpunim me partnerët qeveritar. Domethënë në koalicion me Blenin dhe në këtë rast me Znamin, mendoj se kryeministri nëse propozon emra të ri, me siguri do t'i bëj në konsultim me partnerët e qeverisë dhe do të gjejnë mënyrën më të mirë të mundshme që të përmirësojnë performancën e qeverisë në përgjithësi dhe nëse duhet zgjidhje konkrete në emrat e përveçëm të ministrave, besoj që ata janë të thirrur ta bëjnë vlerësimin. Ndërsa ne në kuvend e dini që i përdorim mekanizmat e pyetjeve të deputetëve dhe të interpelancës. Këto janë mekanizmat tonë të kontrollit dhe mbikëqyrjes ndaj qeverisë dhe ne në këtë mandat, në këto 2 vjet e kemi përdorur këtë të drejtë mënyrën më të mirë të mundshme si asnjëherë më parë. Ju faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit juve.